Soda e bukës, sekreti që ju shpëton jetën, trajton dhe kuron këto probleme për moshat mbi 50 vjeç. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe do të përshpejtojë gjithashtu edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinë ose në frigorifer përveç përdorimeve tradicionale, të paktë janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera të mira terapeutike dhe mund të lehtësojë gjithashtu një sër problemesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi i cili reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substancat acidike, siç është për shembull uthulla ose edhe kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohet kundër problemeve të artritit, problemeve me tretjen, urthin ose infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe do të përshpejtojë gjithashtu edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një produkt fantastik që mund të ndihmojë kundër problemeve me urthin. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të tretur në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminimin e dhimbjeve të urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë gjithashtu në çlirimin e gazrave dhe lehtësimin e fryrjeve, duke i dhënë organizmit një lehtësim të dukshëm kundër këtyre komplikacioneve dhe parandalimin e shqetësimeve të tilla. Do të ndihmojë në rregullimin e pH-it. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, radikale të lira, artriti, të cilat ulëzojnë në një mjedis tepër të lartë acid. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien ose ushqen trupin me energji. Ajo është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve inflamatore. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në gjak dhe në inde. Është e mirë kundër problemeve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë. Soda e bukës mund të japë gjithashtu edhe më shumë gjallëri dhe të lehtësojë edhe probleme të ndryshme të shëndetit. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me një gjysmë lugë çaji sodë buke, një lugë çaji krip deti dhe 2 lugë gjedhë mjalt dhe gjithashtu një lugë gjedhë me lëng limoni. Dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Soda e bukës është një produkt i jashtëzakonshëm, duke qenë i pabesueshëm, ajo realisht mund të bëjë mrekulli për shëndetin. Efektet e mahnitshme të saj mund t'i shtoni edhe në përdorimet e kuzhinës dhe jo vetëm. Ato mund ta përdorni për të larë rrobat, si dhe në produkte të ndryshme kozmetike. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike dhe lehtësuese të shëndetit tuaj. Ajo është e dobishme edhe për larjen e rrobave. Përdorimi i sodës së bukës të tretur në ujë direkt te rrobat ose te makina larëse do të ndihmojë edhe për të larguar njolla të ndryshme të tyre, duke i siguruar rrobave tuaja edhe bardhësinë e munguar edhe një mbrojtje më të mirë kundër humbjes së ngjyrës. Kështu rezultatet fantastike të saj do të jenë vërtet mbreslënse dhe do të ndihmojnë shumë në aspektet e shëndetit të përditshëm. Soda e bukës është një produkt pastrimi efikas. Duke hedhur pak sodë buke në një sfungjer ose në një leckë të lagur, ju mund ta përdorni atë për pastrim të mikrovalës ose për heqjen e yndyrës tek mobiljet tuaja ose edhe për pastrimin e sobës së gazit nga yndyrnat e shumta. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike dhe mund t'i bëjnë ballë gjithashtu problemeve të ndryshme. Përdorimet të tilla të sodës së bukës do të luajnë një rol parandalues dhe lehtësues. Atë mund ta përdorni gjithashtu për pastrimin e shtëpisë. Nëse po kërkoni një pastrues shumë përdorimsh, mjafton të tresni pak sodë buke në ujë dhe ja ku e keni. Përdoreni atë gjithashtu si një spray ose hidhni pak sodë buke në një sfungjer.
për pastrimin e bizhuterive, aksesorëve të argjendit, gjithashtu në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i sodës së bukës. Rezultatet që do të merrni prej saj do t'jenë vërtet mahnitse dhe lehtësuese në përditshmërinë tuaj. Soda e bukës është një pastruese shumë e mirë që mund të ndikojë shumë edhe në cilësinë tuaj të jetës, duke ndihmuar në lehtësimin e një sër problemesh dhe duke i dhënë gjithashtu organizmit tuaj më shumë përfitime. Ajo është e jashtëzakonshme edhe në largimin e aromave të këqija. Kështu rezultatet që do të merrni me përdorimin e sodës së bukës do të jenë gjithashtu mbreslënse. Nëse doni që të largoni erën e keqe të këpucëve, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i sodës së bukës. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë lehtësuese, rigjeneruese dhe shumë efikase kundër këtyre komplikacioneve. Dhe një ndikim të mirë do t'i japë soda e bukës edhe në përditshmërinë tuaj. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe do të keni gjithashtu rezultate të shumë pritura të saj. Soda e bukës është shumë e çmuar në përditshmërinë tuaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu të mira në luftën kundër problemeve të ndryshme. Atë mund ta përdorni për të larë flokët pa shampo, për të parandaluar formimin e zbokthit, për të zbardhur pjesën poshtë të krahave, gjunjëve ose bryllave. Ka disa përdorime të tjera fantastike të sodës së bukës, të cilën mund të mos i keni dëgjuar më parë. Gjithashtu soda e bukës përdoret edhe për të larguar insektet dhe për të mbajtur larg bukurecat nga shtëpia juaj, gjithashtu edhe për të eliminuar bakteriet e këqija. Kështu përfitimet dhe përdorimet e saj do t'jenë vërtet mbreslënse. Soda e bukës është një pastruese shumë efektive dhe rezultatet e saj janë vërtet magjike në përditshmërinë tuaj. Në të njëjtën kohë do t'ju kursejë më shumë shpenzime dhe paqen e nevojshme të harxhoni shumë para. Soda e bukës mund të përdoret si një pastruese efikase e lavamanit. Shërben si një pastruese e dobishme për lavamanin tuaj. Të gjitha mund të përdorin edhe sodën e bukës si një pastruese të lavamanit dhe të lehtësojnë komplikacionet e përditshme. Kështu rezultatet e saj do të ndryshojnë natyrësisht edhe aromën tuaj të lavamanit, duke zhbllokuar kanalizimet dhe duke larguar erën e keqe të tyre. Sodën e bukës mund ta përdorni si një produkt pastrimi. Soda e bukës është një zgjedhje efektive për mbajtjen e pesticideve larg nga frutat dhe perimet duke i pastruar ato. Gjithçka që duhet të bëni është të shtoni disa lugë sodë buke në lavamanin me ujë dhe më pas të lani frutat ose perimet tuaja në të. Ajo do të largojë edhe erën e keqe nga frigoriferi. Soda e bukës është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendosni një pako të hapur me sodë buke në frigorifer, aty ku ka më pak myk. Do të thithë të gjitha aromat e këqija dhe do ju ndihmojë të keni një frigorifer më të pastër. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu në rifreskimin e peshqirit. Vetitë e sodës së bukës mund të funksionojnë edhe për të larguar të gjitha aromat e peshqirit. Nëse keni nevojë të rifreskoni peshqirin, mund të vendosni një gjysmë luge ose një gjysmë filxhani me sodë buke në detergjentin e zakonshëm të rrobave dhe kështu do të largoni të gjitha papastërtitë dhe do të keni rroba më të freskëta. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu në pastrimin e bizhuterive. Nëse keni bizhu argjendi, mund t'i lani ato me sodë buke dhe ujë të nxehtë. Më pas t'i pastroni ato me një leckë të butë. Kështu do të largoni edhe papastërtitë e bizhuve dhe do t'i riktheni atyre shkëlqimin e munguar. Soda e bukës mund të përdoret si një pastruese efikase e tapetit tuaj. Nëse keni njolla të forta në tapet, mund t'i lani ato dhe t'i largoni me ndihmën e sodës së bukës. Mund të shtoni edhe pak uthull. I lini të thahet dhe më pas i pastroni me fshesë me korrent. Soda e bukës mund të ndihmojë gjithashtu në largimin e erës së keqe të gojës. Kjo zgjidhje e thjesht funksionon vërtet. Nëse fryma juaj ka erë të keqe, hudhre ose erë të keqe të gojës, gjithçka që duhet të bëni është të përdorni sodën e bukës. Kështu mund të bëni gargar me ujin e saj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse në përditshmërinë tuaj. Dhe mos nguroni që ta përdorni atë. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.